Një masë çmimi varion nga 200 euro deri në 500 euro. Ai ka qenë pak më i pazakon se ka pas disa njerëz që kanë pas fobi ndaj tij. Ndonjëherë kur vinë me marrë një kafshë, e pastaj i bin pishman shumë shpejt momentin që e dërgojnë shpejt. Jam Burim Bunjaku, pronari Petshambetës. Apo na tregon se çfarë kafshë keni këtu në dyqanin e juaj? Po në dyqanin tonë kemi duke fillu prej hamsterave, papagaj, breshka, qen, klësh, maca, lepuj, e kështu me radhë. Çfarë kujdesi bëni ju ndaj tyre? Po kujdesim duke fillu prej fillimit, prej vaksinimit, gjitha me radhë, pastrimi nga parazitët, ushqimi i zakonshëm si çdo herë kështu. Kafsha më e pazakon që kemi pas ka qenë një gjarpër. Ai ka qenë pak më i pazakon se ka pas disa njerëz që kanë pas fobi ndaj tij. Po ka qenë gjarpër i butë, gjarpër i misrit, corn snake. A ka pas interesim? Ka pas interesim shumë të madh, po ka pas edhe njerëz që kanë pas frikë pastaj edhe ty në lokal. Kam pyetur, nëse e ke gjarpnin, nuk guxomi me hi. Po shif për gjitha kafshë, domethënë, edhe një hamster nëse vendos me marr dikush, duhet të ketë po të paktën përvojë, ta dy mirëqenien se si duhet ta mbaj, si duhet ta trajtoj. Jo vetëm ta marr si një lodër, sa të luaj me to e pastaj ta lën mëshirën e fatit. Asnjë kafshë nuk lyp kujdes shumë të veçantë, momentin që ti e don, edhe vendos me mbaj, gjithçka është lehtë. Fëmijët si zakonisht janë kurreshtar me ditë gjërat, ju pëlqejnë kafshët, i dojnë shumë. Reagime ka të lloj-llojshme. Them drejtën, jo, zakonisht që më kon situata më e çuditshme është ndonjëherë kur vinë me marrë një kafshë, e pastaj i bin pishman shumë shpejt momentin që e dërgojnë shpejt, nuk kanë një huri për ta. Ajo është situata më e pakëndshme që mundet më përmend. Momentin që e blen një kafshë dhe vjen me kthy prapë mbrapa. Apo na tregon përafërsisht sa variojnë për shembull çmimi i një mase? Përafërsisht. Po një masë çmimi varion nga 200 euro deri në 500 euro. Hamsterat jo, nuk kanë ndonjë veçori të veçantë, janë thjesht kafshë egzotike kështu, të vegjël minj. Familje e mbretëve. Këta janë hamsterat, janë aktiv. Këtu i kemi edhe breshkat e ujit. Sa ka interesim për këto dy lloje? Po përgjithësi ka interesim, për gjitha kafshët kanë qef më shumë i pasë e mi majtë. Pak më të veçantë që i kemi papagajt, janë këta Aleksandrat këtu. Janë pak më të bukur, më të mëdhaj. Janë papagalli nim, është zeba australianit. Janë këta papagajt lovebirds, papagajt e vegjël, badgjis, e kështu me radhë. Kemi edhe kanarina, i kemi këtu edhe disa lloje të macëve, që mund edhe mi pa. Kemi macë persiane, macë siameze, macë British Shorthair, Scottish Fold, Pomerian. Është një rasë shumë e mirë, që janë shumë të pëlqyer në tregun tonë. Edhe është raca Toy Poodle, edhe këta janë një racë shumë e veçantë. Kemi edhe pajisjet për cilëse, do me thonë që janë aksesor për qenë, për mace, për papagaj, lidhse, krahra, qafore, lodra, disa lloje. Kemi edhe llojet e ushqimeve të ndryshme, siç është Royal Canini, Mystic. Kena edhe disa rera për macë. Ka toalete për macë, ka çanta transporti, skeqera për me lut macat, ka fazë papagajve. E që kjo për qa është? Kjo është për macat me vrapu. Kanë qef macat, janë shumë atraktive dhe ju pëlqejnë këto lojrat.